Në një nga ato momente tensioni që vetëm Big Brother Kosova diti krijoi, pyetja erdhi papritur, por me peshë të madhe: kë do të largoje nga shtëpia, Londrimin apo Claudin? Një pyetje që nuk kërkon thjesht një emër, por një vendim që prek strategjinë, ndjenjat dhe balancat e brendshme të lojës. Ishte një pyetje e vështirë, pothuajse e padrejtë, sepse të dy emrat përfaqësojnë dy energji të forta brenda shtëpisë, për një çast raheshtja. U ndje ajo pauzë tipike kur mendja kërkon një rrugë dalje, por zemra nuk pranon të zgjedhë. Është pyetje shumë e vështirë, u tha, nuk e di. Ndoshta asnjërin. Një përgjigje që tregonte sa e ndërlikuar është loja. Sa të forta janë lidhjet që krijohen mes mureve të shtëpisë, dhe sa e vështirë është të vendosësh fatin e dikujt tjetër, por biseda nuk mbaroi aty. Pyetja ju drejtua Hygertës dhe kësaj here përgjigjja erdhi më e prerë, më e qartë, pa shumë rrotullime. Hygerta foli me bindjen, duke treguar se në këtë pikë të lojës, vendimet nuk merren vetëm me zemër, por edhe me logjikë. Do nxirrja Londrimin dhe do mbaja Claudin, tha ajo, duke shtuar fjalinë që ndezi reagime. Claudin, yllin e shtëpisë. Këto fjalë ran fort në ambient. Claudi, për shumë kënd, është figura që sjell energji, diskutime, emocione dhe dinamika të forta. Ai është shpesh në qendër të vëmendjes. Njeri që nuk kalon pa u vënë re, dhe pikërisht për këtë arsye shihet si një nga shtyllat e shtëpisë. Ta mbash atë brenda do të thotë të mbash gjallë lojën, tensionin dhe spektaklin. Nga ana tjetër, Londrimi përfaqëson një qetësi tjetër, një stil më të përmbajtur, por jo më pak të rëndësishëm. Vendimi i Hygertës nuk u pasi në vlerësim për të, por si një zgjedhje e bazuar në atë që ajo mendon se i shërben më shumë lojës në këtë fazë. Dhe pikërisht këtu qëndron thelbi i Big Brother Kosova. Askush nuk është thjesht banor, të gjithë janë pjesë e një mozaiku ku çdo largim dhe çdo qëndrim ndryshon pamjen e përgjithshme. Kjo pyetje dhe këto përgjigje treguan edhe një herë se